Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam, në këtë ditë të bukur xumaje të datës 26 qershor 2026 apo 11 Muharrem 1448 Hijri. Jetojmë në një kohë kur njerëzit kanë më shumë mundësi materiale se kur më parë. Por megjithatë, duke u krahasuar me të tjerët, ata shpesh janë të shqetësuar, të pakënaqur, me ankthë dhe të ngarkuar. Shumë nuk janë të kënaqur me pamjen e tyre, me pasurinë, me pozitën, me familjen, apo madje edhe me vetveten e tyre. Allahu i lartësuar thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." E kush ja kthen shpinën për kujtimin tim, ai do të ketë një jetë të vështirë. Surja Taha 124. Fatkeqësisht, pakënaqësia e njeriut nuk është pasojë e asaj që nuk ka, por e humbjes së këndvështrimit të drejtë për atë që veç ka. E nëse shtrojmë pyetjen, pse njeriu i sotëm është i pakënaqur me veten? I kemi 3 shkaqe themelore, vëllezër dhe motra. Njeriu vazhdimisht krahasohet me të tjerët. Rrjetet sociale dhe mënyra bashkëkohore e jetesës krijojnë iluzionin se të tjerët janë më të lumtur, më të pasur, më të suksesshëm, e kështu me radhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sa i përket çështjeve të kësaj bote, shikoni ata të cilët janë më poshtë se sa ju, dhe jo ata të cilët janë mbi ju, sepse kjo është më e përshtatshme që të mos i nënvlerësoni begatitë e Allahut xhaleshanuhu." E dyta, shkaku i dytë është njeriu është larguar nga Allahu. Shifni, zemra është e krijuar që të jetë e lidhur me Zotin e vet. Sapo kjo lidhje të dobësohet, krijohet një zbrasti që asgjë materiale nuk mund ta mbush. Allahu te bareke ve teala thot: "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Surja Ra'd ajeti 28. Dhe shkaku i tretë, njeriu ka pritshmëri jo reale nga jeta. Vëllezër dhe motra, disa mendojnë se besimtari kur nuk duhet të përballet me sprova, me pikëllime apo me vështirësi në këtë botë. Mirpo, kjo botë nuk është vend i lumturisë së plotë. Allahu xhaleshanu thot: "Wa lanabluwannakum", do t'ju sprovojmë bi shay'in min al-khawfi, diçka nga frika, wal ju'i, edhe nga uria, e kështu me radhë. Surja El-Bekare 155 ajet. Pra, pakënaqësia shpesh lind kur presim nga kjo botë atë që vetëm xheneti mund të ofrojë. Pra, kjo botë është dynja, nuk është xhenet. Dhe si na mëson Islami që ne ta shërojmë pakënaqësinë? E para, që të njohim vlerën e vetvetes. Pra, besimtari nuk është i pavlerë dhe nuk është krijuar rastësisht. Përkundrazi, thot Allahu xhaleshanuhu, ne kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Surja Tin, ajeti 4. Na shkon gjithçka mirë apo jo në jetën tonë, Islami kërkon që ne të jemi të vetëdijshëm për mangësitë tona, por njëkohësisht edhe mirënjohës për begatitë që na janë dhënë. E dyta, të jemi mirënjohës, pra t'ja bëjmë shqyqyrin, sepse shejtani e shtyn njeriu që të shikojë vetëm atë që i mungon, ndërsa feja e mëson njeriu që ta shoh atë që ka. Le të pyesim veten tonë, sa prej nesh sot për shembull e kemi falendruar Allahun xhaleshanu për shëndetin ton, për shikimin ton, për dëgjimin, për të gjitha shqisat, për familjen ton, për sigurinë që kemi, për besimin apo imanin ton. Dhe e treta, duhet të pranojmë atë që ka caktuar Allahu xhaleshanuhu për ne. Besimtari përpiqet që të përmirësojë atë që mundet, bën maksimumin e tij, mirëpo e pranon atë që nuk mund ta ndryshojë. Pejgamberi alayhis salam thot në një hadith: "Përpiqu për atë që të sjell dobi, kërkon ndihmë nga Allahu dhe mos u dorëzo." Islami nuk është pasivitet, por bashkim i përpjekjes me kënaqësinë ndaj caktimit të Allahut. Andaj, për fund të kësaj këshille të xumaje, një mesazh për të gjithë neve, vëllezër dhe motra: mos e kërko vlerën në lavdërimin e të tjerëve. Mos e mat jetën tënde me atë që sheh të tjerët. Mos harro se Allahu të ka krijuar me një urtësi dhe me një qëllim. Kënaqësia vjen nga imani, mirënjohja dhe afërsia me Allahun subhanahu wa taala. Nga ky ambient i bukur malor, rreth vendit që quhet Dragash,
në Kosovë. Ju përshëndes në këtë ditë të bukur xumaje dhe miru takofshim në xhuman e radhës. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.